Përshëndetje të nderuar miq, pas ditën e sotme, SPAK-u nëpërmjet gjykatës së posaçme kërkoi Kuvendit të Shqipërisë që të hiqet imuniteti Belinda Balluku, zëvendës kryeministres, e cila pas këtij vendimi mund të arrestohet ose SPAK-u mund ta dërgojë pra me një kërkesë që mund të firmoset më pas nga gjykata e posaçme në arrest shtëpie. Por ka hasur me një reagimin e kryeministrit që ja ka quajtur një hakmarrje të prokurorit Dritan Prençi pas vendimit të gjykatës kushtetuese që rrëzoi SPAK-un dhe gjykatën dhe riktheu Belinda Ballukun në detyrë. Por çfarë do ndodh tani në vazhdim në këtë përplasje institucionale, do të flasim me zotin Fatios Softa, njohës mjaft i mirë i ligjit dhe i sigurisë. Zoti Softa, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe faleminderit juve. Së pari, prisnit këtë edhe për ju mund të tingëlloj si hakmarrje që gjykata kushtetuese e riktheu në detyrë SPAK-u veproi sërish, duke kërkuar një masë më të fortë. Këtu janë institucione, nuk janë individ, dhe si tillë nuk mund të jetë një përplasje inatësh apo çështje së interesave personale. Zonja Balluku është në hetim dhe është shpallur si nga struktura e posaçme si person në hetim. Dhe përplasja në institucionin e gjykatës kushtetuese ishte për masat që mori gjykata lidhur me ndërprerjen apo me pezullimin e aktivitetit saj si kryeministër, për arsyeën e vetme si një person që është në hetim mund të ndikojë në ndryshimin e provave, në intimidimin e dëshmitarëve, dhe si e tillë ishte kjo masë. Por kjo nuk ka qenë vetëm për zonjën Balluku, ka pasur dhe raste dhe precedent të tjerë. Rasti kujtojmë zotin Zyri kur një person që drejtonte komisionin apo te institucionin e tenderimit u pezullua nga detyra me një vendim gjykate dhe po me vendim gjykate e rrëzoi duke u rikthyer në detyrë. Në të njëjtën situatë jemi edhe me zonjën Balluku, por këtu në këtë rast i është drejtuar gjykatës kushtetuese për faktin e pozicionit dhe të nivelit se kemi të bëjmë me një deputet të zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët shqiptar dhe statusi i saj ndryshon nga statusi i një punësi civil. Edhe pse në rastin e punësit civil nuk mund të ndërhyjë gjykata për të ndërprerë një marrëdhënie pune, por duhet të jetë administrata, dorëheqja apo shkarkimi që mund ta detyrojë atë nga institucioni. Rasti konkret, për shembull, mund të ishte një vendorëheqje e saj për të vënë dispozicion drejtësisë ose mund të ishte një shkarkim i kryeministrit nga detyra, duke zëvendësuar atë që të mos prish funksionin e drejtimit të qeverisë së vendit, duke dhënë mundësi asaj të mbrohet, të pastrohet dhe të rikthehet në detyrë përsëri, por jo me mandat dhe jo në funksionin e një zëvendës kryeministri. Në këtë moment sigurisht që përballë një të drejtë që kishte gjykata dhe përballë një të drejtë që kishte drejtuesi i qeverisë, dominoi pati prevalencë kushtetuta. Pra në rastin konkret, gjykata kushtetuese vendosi rikthimin e saj në detyrë. Por kjo ishte e pritshme sepse struktura e posaçme ne her pas here kemi diskutuar që SPAK-u mund të kërkojë heqjen e imunitetit dhe mund të kërkojë mas sigurie ndaj zëvendës kryeministrit, gjë që nëse do të arrinte, do të hapte rrugën për kontrollin e banesës, kontrollin e pajisjeve personale dhe atyre të punës, me pretendimin që brenda tyre mund të kishte dhëna që mund të riktheheshin dhe të ndihmonin hetimin. Por në këto kushte patjetër që diçka pritej nga në këtë përplasja e parë ose dalja e parë kur zoti Rama deklaroi që disa trimosh të BK-s kanë ardhur me patllake në institucion dhe kjo mënyrë në këtë zhargon sigurisht që ka mesazhin e saj, mesazhin e tij. Mesazhi është shumë i qartë që kërkon të ul nivelin e këtij institucioni që guxon sipas tij të shkojë tek kryeministria për të bërë kontroll apo për të depërtuar në institucion në vetë një mandati që ato kanë. Sigurisht që kjo nuk ka ndodhur. Sigur e dinte, ndoshta ka pas informacion dhe për këtë që erdhi një ditë pas, sepse deklaroi të dielën, të hënën iku, sot doli urdhëri. Shkon shumë panelist të profesioneve kryesisht e gjyqtar apo ish prokuror apo avokat kanë bërë disa diskutime ku një mundësi ishte që pikërisht SPAK-u ka gati kërkesën për të drejtuar parlamentin për të hequr imunitetin dhe të kërkojë
arrestimin e saj, që mund të ishte e më e mundshme arrestimin në shtëpi, por arrestimin banesë, por kjo pritshmëri patjetër që edhe kryeministri i vendit, jo vetëm për pozicionin që ka, po dhe për shkak të një personi që e ka më shumë se kushdo informacionin, ishte kjo pritshmëri. Pra nuk ishte se erdhi një reagim për shkak të një reagimit të një prokurori, por ishte e pritshme që prokuroria të kërkonte të bënte këtë lëvizje për të hequr imunitetin, sepse në fundit ata kërkojnë që personi mos ketë ushtrimin e funksionit, të nënërit ushtrimin të funksionit mund të ndikojë në prishjen e provave apo në intimidimin e dëshmitarëve. Në pamundësi të pezullimit nga detyra, kërkohet heqja e imunitetit. Sigurisht këtu që kemi dy skenar. Skenari i parë, ku edhe këtu vjen paralajmërimi kur thotë që do të kalojnë komisionin e mandateve, që do mblidhet ditën e premte. Aty do duket ajo hapi vendimtar, pra çfarë qëndrimi do marrë shumica. Ju si mendoni do ta aprovojnë? Dha një mesazh që ajo sidoqoftë do të vinë në parlament ku ne kemi 83 vota. Pra fakti që e përmendi, kur gjithë dim që i ka 83 vota, bashkë me Socialdemokratët i ka përcej numrin e votave të nevojshme që mund të marrë vendime, atëherë kjo ngelet në dorë të forcës qeverisë, të Partisë Socialiste më konkretisht, që e ka absolute përfaqësimin e saj në Parlamentin Shqiptar me numrin e votave. Prandaj ai tha që do të kalojnë në komision e mandateve, që do të mlidhet, pra do të kalojnë në procedurë dhe pastaj do të kthehen në parlament për të marrë ato vota ku ne kemi 83. Pra nënkuptohet si pallakja e cila tha që fakti që kemi 83 vota do të thotë që nuk do ta marrë miratimin për ta dorëzuar strukturës posaçme për të bërë procedurat për arrestimin apo shoqërimin e saj. Ka pas një precedent zoti Softa te kjo që nuk është pranuar heqja e imunitetit dhe çfarë ndodh më pas? Kemi Olta Xhaçkën që nuk e dha mandatin, shkuan për ta interpretuar deri në Komisionin e Venecias, por deri në mbylljen e mandatit, deri në marrjen e mandatit të ri, ne nuk e kemi një precedent të tillë që majoranca ta lëshojë me votë një person, por në rastin konkret nuk është Xhaçka, nuk është një deputet e zakonshme, por është një nga numri 2 i qeverisë, është bashkëpunëtore më e afërt e kryeministit të vendit, është drejtuesja e një institucioni që ka edhe detin, ka edhe burimet minerare, ka edhe rrugët, ka ekonominë, pra është personi që ka peshë më të madhe në përgjegjësinë që ka në administrimin dhe në drejtimin e qeverisë së vendit. Prandaj akuzat ndaj saj mund të shtohen dhe rritja e akuzave mund të krijojë, po themi, atë taktik që prokurorët kanë për të arritur qëllimin e tyre. Por edhe nëse parlamenti do të japi votën kundra, pra nuk do të lejojë mandatin e saj për ta hequr, gjë që nuk do t'i japi mundësi atyre të bëjnë ndalimin e zonës Balluku, prap nuk do të thotë se çështja pushoi, çështja do të vazhdojë, hetimi do të vazhdojë, do të kemi mbledhjen e provave, mund të kemi sekuestrim të pasurive, por nuk mund të bëjmë kontroll banese dhe kontroll e zyrës, të cilët për shkak të imunitetit përjashtohen. Kurse të tjerët patjetër me vendim gjykate mund të ndodhin, siç është ndalimi i udhëtimit jashtë, mund të jetë dhe kontrolli i pasurive, sekuestrimi i tyre, i llogarive bankare, apo çfarë ato kanë netim, apo çfarë ato kanë prova të lidhur me dosjen Balluku. Zoti Softa, prisim ndonjë skenar që zonja Balluku t'jap dorëheqjen, edhe në këtë moment kryeministri, pra në skenarin e lëshimit për momentin, për ta spostuar betejën e asaj personale, por duke mbrojtur nëpërmjet kësaj që ju thatë më lart, si në rastin e Xhaçkës, me ndjekjen e procedurave ligjore, interpretimeve, gjykata kushtetuese dhe më the thash. Shiko, zoti Rama ka dy beteja. Beteja e parë brenda vendit me opozitën dhe me institucionet, po dhe me opinionin publik, dhe e dyta është me ndërkombëtarët, sepse Shqipëria po bën hapa dhe progres, është tek vendet që ka preferencë për të hyrë në vendin e Bashkimit Evropian. Sigurisht që ata kanë mbështetje ndaj strukturës posaçme, janë shumë të ndjeshëm. Dhe e dyta është një nga kushtet që mbi bazën e luftës ndaj korrupsionit, Shqipëria mund të hyjë apo jo në vendin e Bashkimit Evropian, edhe pse mund të ketë bërë progres dhe të ketë vajtur në fazën finale. Në një moment caktuar mund të kemi një veto të një shteti, siç ndodhi me Malin e Zi, dhe çdo gjë mund të ndalojë. Pra Shqipëria mund mos përparojë në udhëtimin e saj. Dhe një qeverisje ku ka një akuzë dhe një mandat arresti
ndaj zëvendës kryeministës vendit, sigurisht që do ta rëndojë atë në situatë ndërkombëtare dhe një lëvizje e mundshme që unë mendoj mund të ndodhë, dhe Rama i tregon që mund të krijojë befasira ose ndryshim, mund të jetë ndryshimi i kabinetit qeveritar, mund të bëjë ndryshime qeverisë, duke mos u përqendruar tek vetëm Balluku, por duke përjashtuar atë pastaj në kabinetin e ri. Dhe duke mbajtur atë deputete, por duke mos e lëshuar mandatin dhe kështu do të shkojë deri në mbylljen e mandatit. Por hetimet do të vazhdojnë, do të kemi akuza të reja të ngritura nga struktura e posaçme, ka shumë element dhe shumë prova të cilët kanë vajtur në kërkesën për mandat dhe jo thjesht dyshime, janë përgjime ambientale, janë një pjesë e zinxhirit drejtues që varen drejt për drejt nga zonja Balluku të arrestuar, janë telefonet dhe komunikimet që kanë ardhur nga ato. Përgjime ambientale të pas pak më lart. Po, ka dhe përgjime ambientale dhe këto mund të krijojnë, po themi, ato element të cilët mendoj mund ta shtyjnë zotin Rama për të bërë ndryshim kabineti. Por në një moment të dytë jo të diktuar në presjoni, po e quajmë në thonjza të strukturës posaçme, sepse në këtë moment po përballet duke thënë nuk mund vish me patllake, është inat dhe kundërpërgjigje e prokurorit, pra del si një lëvizje e një individi, ndërkohë që struktura vepron si një vetëm dhe nuk mund të jetë kurse si një prokuror që të jetë shkëputur dhe të veprojë jashtë strukturës së kësaj kur është kaq shumë e monitoruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe nga faktori ndërkombëtar. Zoti Softa, edhe diçka të fundit kam epokën e Joni Ketës dhe të Klodian Brahos. Ju si shikoni, ky është fillimi me këtë që po ndodh me Ballukun apo është fundi i dumanit që po i ve pikat gjithë 3 vjeçari? Shiko, dosjet e prokurorëve që kanë pavarësi janë caktuar tashmë dhe ato që i kanë në duar ato i kanë dhe do të vazhdojnë. Nuk ka të bëjë drejtuesi i SPAK-ut lidhur me dosjet të cilët janë në hetim. Mund të kërkohet ndoshta një prokuror shtesë që ai mund vendosë dhe nuk e di sa dhe pesh mund të ketë ai personi që do të shtohet, por nuk mund t'ia heqë dot dosjen e hetimit atyre personave të cilët deri më sot kanë krijuar bindjen e arsyeshme për persona të një profili të caktuar që janë në marrëdhënie në ekzekutiv. Si nga rasti i zotit Beliaj, si rasti i përfaqësuesve deputet apo kryeministë të cilët janë në këtë dosje hetimi, ashtu dhe për rastin e zonjës Balluku dhe vartëve të saj. Sigurisht që mendoj SPAK-u nuk do të jetë çështje emrash, po duhet të jetë një vazhdimsi, se nëse kjo do të thotë që emri ndryshon, atëherë do të themi që ajo çfarë akuzon opozita apo çfarë kemi dyshuar që mund të jetë i kapur dhe mund të jetë bashkëpunues me qeverisjen e vendit. Por nëse kjo do të ndodhë dhe kjo strukturë nuk do të ketë ato që ne kemi pritshmëri, patjetër pastaj do të ishte një shkatrim, rikthimi pas humbja e besimit të madh dhe pastaj do të thotë që më në fund, sepse lufta nuk është vetëm për korrupsion, është edhe për grupet kriminale, është për korrupsionin brenda strukturës policore. Goditja e grupeve kriminale, bashkëpunimi me faktorin ndërkombëtar. Ndoshta edhe ndërkombëtarët të duan më shumë, sidomos që edhe bashkuara, kartelet, pra ndoshta këtu pastaj nga kartelet mund të gjejmë brenda dhe politikën, po fillimi pika kryesore e tyre, interesi kryesor janë kartelet. Po nga kartelet do të vim sepse a ka kartelet të cilët janë dyshuar dhe mund të kenë marrë licenca për kazino apo për struktura të tjera ndërtuese? Nëse ka kartelet në mënyrë indirekte, me informacione që ata mund të kenë, patjetër që çështja, sikurse edhe aplikacionet Sky dhe EncroChat, zbërthimi i tyre solli vajtjen tek burimi dhe komunikimi dhe tek drejtues lart policisë shtetit, tek politikan apo tek personat të cilët janë me pushtet siç kanë qenë dhe drejtues të komisariateve. Dhe ndoshta çështja e karteleve që sot nga Trump është kali i betejës, mund të ketë një ndikim duke ditur autoritetet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, fuqinë absolute që ai ka dhe peshën që ka ai në çështjet globale. Zoti Softa, të falenderoj shumë për këtë analizë të shpejtë për këtë ngjarje që duket sikur është vetëm fillimi në saj, pasi në ditët vazhdim pritet që situata të nxehet me interpretime që ju e thatë pak më lart juridike, me 2 palët të ndara, si gjithmonë në Shqipëri, edhe me një vendim që ndoshta vështirë do të merret së shpejti. Faleminderit juve.